Jo, mund zbat kjo që ka. Këtë ka mund kërkohet është ndodhë në gjykim. Kjo është marrëveshje ndërkombëtare. Na me konën që jena të fuqishëm e siem, na faktikisht ish dashur me qitë në Parlamentin e Republikës Kosovës edhe me zhbut diçka tjetër që mund me qenë parafërsisht e njëjtë rrezik në gjykata speciale që i asociacioni. Ta paramenojnë dalin 82 deputet votojnë herë për asociacion, mi dhonë Serbisë gjysën e Kosovës, jo për një tretën, apo një të katërtën, herë dalin për gjykatë speciale, herë dalin i falin malit zi 8250 hektar të tokë. Lietë politike në tashtë. Jo, krejtë politikë se kurët Kosova, po të shkoj njerës bërë, të na, di shka bojna? Na vajtojmë veç mas epilogu të gjykimit, sepse, nëse i denojnë krejt e UÇK-s, ose cilin do ushtarë të UÇK-s, të përfshi fatkesisht që kanë denu komandant Salin, na shqiptarët nuk i besojnë këtij gjykimi. Por nuk i besojnë as sërbë nëse i lirojnë. Kështu që efekti i gjykatës speciale është pak a shumë zero. Po, edhe para se të bëjmë pyetjen në fund, të lutem. Mund mendoj, këtë çka duhet të bëhet tash është që kjo elitë politike, kushdo që zbarkon më shpejt pushtet, me legitimitet e legalitet, po them, sepse peshin e çapo ndodh kjo zallamahi e zvarritjeve e këtij cirku në kuvend fillimisht. Pa humë ko, Milan ka pakinatet anash, mi arkivu që atje, edhe mi angazhu njerëz ma të dishëm, ma të hollë kësaj pune, që ju në marrë gjatë me këtë punë, përfshirë Tomën se u marrë gjatë me këtë punë, këtë dhe tjetër avokat, edhe me shku me u siguru shtetit që nuk devijohet një historia që nuk ka shkelje të procedurës, edhe për të siguru që ka neutralitet në gjykim. Kaq. Red, veç me kërkesë të avokatëve mbrojtës, unë s'puj me shku me zërbin i unë dikujnë. Po jo, veç avokatë mbrojtës, duhet me ardhën e si mi e tha. Nuk është çështje fondeve, për te i kalojmë atë punë. Unë nuk kam problem me ndimu gratis falas, sytë cilit avokat i cili kishë këtë ndimën të në. Nuk ka brejthanën norma parë, për ndjestarët të UÇK-s në s'kem nevoj heq. Ne dhe jone vërtet që ka shumë punë. Dje në këtë studio kemi folur për spionazhin dhe radikalizmin dhe për rrezikun që Serbia në këtë pjesë ka për Kosovën. Sot po flasim për gjykatën speciale dhe po flasim për dikimin që prapë Serbia ka në gjykatën proces. Kështu që Serbia kur xhamirës bën. Shteti e vërtet që Serbia me ndaj diellin e lehtë në gjykatën speciale e menaçu Shteti a mund shteti mos me hesh, mos me nejnë gjumë. Me hek pak dorë shteti, po shteti, këta që janë, me hek dorë ka pak për i natit, me shtrip, me më konë pak ma dorë shtlirë, ma dashamirës ndaj një loj komunikimi ma tjetër, edhe me punu ka pak për këtë pjesë të rëndësishme të historisë që të mbrohet kjo pjesë e rëndësishme historisë, që individet. Po, Stret, qka mundën me bo institucionet me ndimu këtë fazë që është? Qka mundën me bo për pas financave që e theksove ma herët? Realisht, unë e thashtë këtë fazë duhet më fokusu të ona shtetja financiare, sepse ndimat të tjera nuk di sa do të mund të kenë kompetenca ata për të barë ndë një ndim tjetër në raport me këta persona që janë atje. Por prapë mendoj se ndihma më e madhe duhet jetë ona mbështetja. Toma po ndihmon shtetin në çfarë pikë të kjo punë nuk kryhet as me miliardë. Nuk kryhet kjo punë me parë, gjykatën speciale. Sigurisht që na nuk jemi për mja ndalë fundet as me përfaqësues të mirë bëhet diçka. Po të rreqet e avokatëve për shkak për arsye financiare. Sikur me shtu futbollist, pak minuta para se me përfundu loja, se na jena në qatë fazë.